Një qetësi që fliste me zemër. Mbrëmja kishte rënë ngadalë dhe ajri ishte mbushur me një freski të lehtë që sillte qetësi. Dritat e buta përreth xhakuzit krijonin një atmosferë relaksuese, ndërsa uji i ngrohtë, i mbushur me shkum të bardhë, lëvizte lehtë duke reflektuar dritën si mira yje të vegjël. Ishte një moment larg zhurmës, larg mendimeve të përditshme, një moment vetëm për ta. Alba dhe Limi ndodheshin aty, të qetë, të çliruar nga gjithçka tjetër. Alba ishte e mbështetur më poshtë në xhakuzi, me shpinën e relaksuar dhe fytyrën që i rrezatonte qetësi. Limi ishte më sipër, pak i mbështetur, duke e parë her pas here me një buzëqeshje të lehtë, sikur donte të sigurohej që ajo po ndiej mirë. Shkuma rreth tyre krijonte një ndjesë mbrojtjeje, sikur bota e jashtme nuk ekzistonte më. Zhurma e lehtë e ujit ishte e vetmja që dëgjohej, bashkë me frymëmarrjet e qeta. Nuk kishte nevojë për shumë fjalë. Heshtja mes tyre nuk ishte bosh, por plot kuptim. Alba mbylli sytë për një moment, duke shijuar ngrohtësinë e ujit dhe qetësinë që e rrethonte. Ajo ndihej e sigurt, e qetë dhe e lumtur. Limi e vuri re këtë dhe u afrua pak më shumë, jo për të thyer qetësinë, por për ta ndarë atë me të. Sa mirë ndihet kjo, tha ai me zë të ulët, sikur nuk donte ta prishte magjinë e momentit. Alba buzëqeshi lehtë. Po është një nga ato çaste që do doja të zgjasnin më shumë. Ata filluan të flisnin për gjëra të thjeshta, për ditën që kishte kaluar, për plane të vogla, për gjëra që i bënin të qeshnin. Biseda rrithë natyrshëm, pa ngut, pa presion. Çdo fjalë ishte e butë, çdo buzëqeshje e sinqertë. Limi e shikonte Albën me vëmendje. Ai e admironte qetësinë e saj, mënyrën si ajo e shijonte momentin, si duke i plotësisht e pranishme. Alba, nga ana tjetër, ndjente mbështetjen dhe ngrohtësinë që ai i jepte, edhe pa shumë gjeste. Shkuma lëvizte ngadalë rreth tyre, duke u ngjitur e duke u shpërndar, ndërsa uji vazhdonte të krijonte një ndjesë relaksi të thellë. Ishte një moment ku koha duk. Ai sikur kishte humbur kuptimin. Ata ndan disa të qeshura të vogla, disa kujtime dhe disa heshtje të bukura. Nuk kishte asgjë të tepruar, asgjë të sforcuar. Vetëm dy njerëz që ndanin një çast të qetë dhe të veçantë. Në atë xhakuzi të mbushur me shkum, Alba dhe Limi nuk po ndanin vetëm hapësirën, por edhe një ndjenjë afërsie që nuk ka nevojë për shpjegim. Ishte një kujtim që nuk do të mbahej mend për zhurmën apo madhështinë, por për qetësinë dhe sinqeritetin e tij. Kur mbrëmja vazhdoi dhe dritat u bën edhe më të buta, ata e dinin se ky moment do të mbetej gjatë në mendjen e tyre. Një kujtim i thjeshtë, por i bukur, që tregonte se ndonjëherë lumturia gjendet pikërisht në këto çaste të qeta, të ndara me dikë që të bën të ndihesh mirë.